sot është e premte, nesër është e shtunë, duke qenë se nesër nuk do të shihemi bashkë, sepse është fundjavë, do t'ju japim edhe parashikimin për ditën e nesërme, në mënyrë që ta dini se si do t'jetë situata meteorologjike. Sa i përket kryeqytetit, sot në Tiranë kemi diell dhe një pjesë vranësirash, por që të paktën nga çfarë arrim të dallojmë përmes grafikës nuk duken shqetësuese, nuk duken pamje të cilat kanë arsye për të sjellë shqetësim tek një individ apo tek ndonjë tjetër. Temperaturat shkojnë nga 7 gradë minimalja në 21 gradë Celsius më e larta sot, ndërkohë që dita e nesërme jo vetëm që do të vi me temperatura më të larta, por njëherëzi do të ketë edhe diell. Kushtet meteorologjike do të jenë më të favorshme, diell kemi dhe sot, okej, patjetër, por sot kemi edhe një prezencë të reve, siç e përmenda më herët. Ndërkohë që dita e nesërme është një diell që ndriçon, janë temperatura të cilat rriten dhe shkojnë nga 8 gradë minimalja në orët e para të mëngjesit në 24 gradë Celsius përgjatë orareve të mesditës. Përfundojmë me kryeqytetin dhe zhvendosemi në qytetin bregdetar të Durrësit. Edhe Durrësi është pak a shumë i ngjashëm me kryeqytetin, nga çfarë arrim të dallojmë, paktën përmes kësaj grafike që kemi paraqitur në Ledwall në këto momente. Jemi përballë një situate ku sot kemi diell dhe një prezencë të ulët të reve. Nuk është diçka për të shqetësuar, pra për këtë pjesë të jeni të qetë. Temperaturat janë po ashtu deri diku konstante nga njëra ditë në tjetrën, duke shkuar kështu nga 12 gradë në orët e para të mëngjesit të sotëm, kush është zgjuar herët i kanë ndjerë këto temperatura, dhe 20 gradë Celsius do të jetë më e larta që do të regjistrohet në edim në oraret e mesditës, në pikun e ditës. Ndërkohë që nesër Durrësi është plotësisht i duhuri për një fundjavë relaksuese, duke qenë se dita do të jetë me diell, dhe temperaturat do të shkojnë nga 12 gradë minimalja në 21 gradë Celsius më e larta. Tani nuk e di kur janë temperaturat më përshtatshme që të hapim sezonin, po kam përshtypje për njerëz të cilët vinë nga vendet nordike, temperaturat dhe kushtet e motit, të cilat shohim përgjatë këtyre ditëve të fundit në vendin ton janë përshtatshme dhe nuk kanë arsye pse t'i shtyrin akoma edhe më gjatë pushimet. Ndërkohë që ne si Ballkanas na duhet presim edhe pak ditë të tjera. Shkojmë mëtej nga qyteti i Durrësit në qytetin e Elbasanit. Okej, sa i përket Elbasanit, sot kemi diell dhe re, temperaturat shkojnë nga 7 gradë minimalja në 22 gradë Celsius më e larta. Ndërkohë që nesër do të rriten temperaturat, do të përmirësohen edhe kushtet e motit. Nuk do t'i kemi me ato re që i shohim ditën e sotme, dita do t'jetë e gjitha me diell, ndriçon dielli, duke sinjalizuar patjetër kështu ndoshta edhe një vijimësi të ditëve të tjera, të cilat do t'jenë të favorshme, do t'jenë të mira për të shijuar, do të mund na lejojnë të bëjmë të gjitha planet tona, të kalojmë pak kohë në natyrë, se ka rënë kaq shumë shi, sa që e kemi harruar se çfarë do të thotë kalosh kohë në natyrë, qoftë për të bërë një piknik, qoftë për të bërë një ecje, për të bërë vrap, apo thjesht për të ndalur një moment edhe për të reflektuar. Pra siç e shohim, kemi dhe Elbasanin që me sa duket vjen dhe i rregullon temperaturat. 8 gradë minimalja nesër, 25 gradë Celsius më e larta, sot 7 gradë minimalja, në pasdite do të regjistrohet temperatura maksimale 22 gradë Celsius. Kjo është situata pra për qytetin e Elbasanit dhe zhvendosemi mëtej nga Elbasani në qytetin e Fierit. Në Fier dukshëm edhe këtu kemi një situatë e cila është e ngjashme me qytetet e sipërpërmendura, duke nisur nga Tirana, Durrësi, Elbasani, edhe në Fier kemi sot një ditë e cila do të karakterizohet nga dielli, po do të ketë edhe prezencë të reve. Temperaturat shkojnë nga 8 gradë minimalja në 21 gradë Celsius më e larta. Ndërkohë që është dita e nesërme, ajo që do të sjellë një përmirësim të temperaturave dhe të kushteve meteorologjike. Do të largohen ato re që i shohim ditën e sotme dhe do të kemi një diell i cili ndriçon qytetin dhe i favorizon të gjitha detyrat dhe angazhimet të përditshme të qytetarëve, duke bërë më të thjeshtë ditën
sepse e dim, duket sikur dielli në kuptimin e plot të fjalës na karikon me energji. Na bën të ndihemi më fuqi plot për të kryer detyra tjera, për të ndërmarrë përsipër angazhime, për të çuar ato deri në fund, pa u lodhur, pa u ankuar, ndërkohë që kur bie shi, e dim pjesa më e madhe e jona janë gjatë gjithë kohës duke thënë, po flihet shumë gjumë, ndjem shumë i kputur, ka nga ta që thonë më dhëmbin kockat, më dhëmbin gjunjt. Janë probleme që i kemi dëgjuar, se cili prej nesh e ka një mik nga i cili dëgjon se cilën prej këtyre gjërave që unë e përmenda më sipër. Por nesër kemi një ditë me diell, vazhdoni me planet tuaja, temperaturat shkojnë nga 8 grad minimalja në 24 grad Celsius më e larta. Dhe zhvendosemi nga qyteti i Fierit në qytetin e Beratit. Okej, e shohim që edhe Berati në ditën e sotme do të ketë diell dhe një prezencë të reve, ndoshta po ta krahasojmë pak me qytetet e tjera, lehtësisht edhe grafikisht siç na tregohet, prezenca e vranësirave ose këtyre reve është pak më e vogël, po sidoqoftë është aty. Urojmë që të mos ketë ndikim tek humori juaj, edhe pse duket si një nga ato situata që nuk ka arsye pse të ketë një ndikim, pra pse të influencoj humorin tuaj. Temperaturat shkojnë nga 7 grad minimalja në 22 grad Celsius më e larta. Ndërkohë që nesër, qyteti i Beratit do të jetë i gjithë me diell, një ditë shumë e mirë për të vizituar Kalan, vetëm keni parasysh që mos shkoni në ato oraret e pikut, kur temperaturat jetë 25 grad Celsius, edhe pse ende përballueshëm duket, por siguroni të merrni kapele, të keni veshur atletet e duhura, që është një nga gabimet më të mëdha që bëjmë kur vizitojmë zona në cilat rrugët janë të shtruara me kaldrëm. Duhet patjetër të sigurohemi të marrim veshje të cilat janë të përshtatshme. Sepse moti ka menduar edhe ua kalon në plotësisht të fundjavë më së të favorshme për të vizituar zonat të ndryshme turistike të Shqipërisë. Një prej tyre është qyteti i Beratit, aty ku temperaturat nesër do të jenë nga 8 grad minimalja në 25 grad Celsius më e larta, dielli do të ndriçojë, edhe dita e sotme nuk është se është më pak e favorshme, përtej faktit që ka temperatura disi më të ulta në raport me të nesërme, dhe kjo patjetër është e kuptueshme për sa kohë kemi re të cilat do t'jenë prezente. Dhe zhvendosemi nga qyteti i Beratit në të radhës, jemi tashmë në Korçë. Korça ka diell, ka dhe paksa re, vranësira, temperaturat shkojnë nga 2 grad minimalja në 17 grad Celsius më e larta. E nesër, jo më pak se qytetet e tjera, ndriçon edhe Korça nga dielli, temperaturat shkojnë nga 4 grad në orët e para të mëngjesit në 20 grad Celsius për gjatë orareve të mesditës. Zhvendosemi nga Korça në qytetin mbretëtar të Vlorës. Kemi fjellime dhe vranësira ditën e sotme, me temperatura që shkojnë nga 9 grad minimalja në 20 grad Celsius më e larta. Dhe nesër, diell totalisht, shijoni detin, rërën, shijoni ecejaket pasditeve të cilat janë si një lloj terapie për një pjesë të madhe tonën, dhe nuk di që t'ju them më shumë, sepse besoj vetë grafika e tregon se sa lehtë mund ta shijoni Vlorën gjithë ju që gjendeni aty, apo gjithë ju që keni në plan ta vizitoni. Temperaturat shkojnë nga 9 grad në orët e para të mëngjesit të së shtunës në 22 grad Celsius për gjatë orareve të mesditës. Dhe shkojmë tej nga qyteti mbretëtar i Vlorës në qytetin e Gjirokastrës, një tjetër qytet i cili mbetet në top listën e vendeve të vizituara në Shqipëri, dhe kjo jo vetëm për turizmin, por në top listën personale për vendet më të bukura në Shqipëri është patjetër edhe Gjirokastra, të cilën do ta vizitoja në çdo kohë. Sot ka kthjellime dhe vranësira. Pra shohim një prezencë të reve, të cilat e përfshin këtë qytet, ndërkohë që temperaturat shkojnë nga 5 grad në orët e para të mëngjesit, në 22 grad Celsius më e larta, dhe dita e nesërme vjen me
diell totalisht, me temperatura paksa më të larta në raport me ditën e sotme. Thënë kjo konkretisht temperatura minimale në orët e para të mëngjesit do t'jetë 7 gradë Celsius dhe temperatura më e lartë për gjatë orareve të mesditës do të regjistrohet në 25 gradë Celsius. Kjo situata për qytetin e Gjirokastrës, përfundojmë me të dhe zhvendosemi tashmë në Sarandë. Saranda, një tjetër qytet bregdetar, sot ka diell dhe një prezencë të ulët të reve, temperaturat shkojnë nga 8 gradë minimalja në 19 gradë Celsius më e larta, ndërkohë që nesër do të kemi diell plotësisht, temperaturat do të shkojnë nga 8 gradë në orët e para të mëngjesit në 20 gradë Celsius për gjatë orareve të mesditës. Shijojeni, temperaturat nuk pësojnë ndryshime të mëdha nga njëra ditë në tjetrën, por pa tjetër janë ditë me diell, janë ditë që me zor i kemi pritur, tashmë që i kemi është momenti t'i shfrytëzojmë në maksimumin e mundshëm. Me përgjegjësi të plotë i shfrytëzojmë. Dhe shkojmë më tej nga Saranda, me cilën kemi përfunduar me qytetet e jugut të Shqipërisë, në disa prej qyteteve të veriut të Shqipërisë, duke nisur me njëherë me Tropojën ose Bajramcurin, si të doni ju t'i drejtoheni, si e keni më praktike. Shohim që dita e sotme do të ketë diell dhe re, dhe temperatura do të shkojnë nga 6 gradë minimalja në 18 gradë Celsius më e larta, ndërkohë që nesër ndriçon dielli edhe për Tropojën, temperaturat sa vinë dhe përmirësohen, pak është ndryshimi në temperatura, po sidoqoftë kjo është diçka pozitive, është një sinjal pozitiv që situata po vjen ditë pas dite duke u përmirësuar, po shkojmë drejt verës, se me sa duket pranveri mësuar të mos shohim më. Pranvera zakonisht është gjatë këtyre viteve të fundit e karakterizuar nga rreshtet e shiut, të cilat urojnë mos i shohim më të paktën gjatë këtyre ditëve. Ti bëjmë disa ditë pushim, se kemi nevojë të marrim veten. Emocionalisht dhe fizikisht pa tjetër. Temperaturat shkojnë nesër në Tropoj, nga 7 gradë minimalja në 20 gradë Celsius më e larta, dita është me diell, shijojeni. Shkojmë më tej nga Tropoja në qytetin e Pukës. Okej, edhe Puka është pak a shumë në të njëjtën situatë, nuk ka ndryshime të mëdha në temperatura, ndryshimet vëren përgjithsisht tek kushtet meteorologjike, nëse sot kemi një Pukë e cila përfshihet nga kthjellimet dhe vranësira, nesër do të kemi një Pukë e cila ndriçon nga dielli, temperaturat rriten nesër disi, megjithatë nuk janë diferencat të mëdha. Rritet temperatura maksimale për ta theksuar, sepse temperatura minimale është 1 gradë më poshtë se sa dita e sotme. Për ta thënë konkretisht, sot temperaturat shkojnë nga 9 gradë në orët e para të mëngjesit, kush është zgjuar herët i kanë djerë, dhe gjatë orareve të mesditës 20 gradë Celsius, ndërkohë që nesër do të shkojnë nga 8 gradë minimalja në 21 gradë Celsius më e larta. Zhvendosemi nga Puka në të radhës, jemi në Kukës, Kukësi kthjellime dhe vranësira, diell dhe re do të thoja më së miri, sepse nuk duket një situatë e cila është e pa menaxhueshme, temperaturat shkojnë nga 5 gradë minimalja në 19 gradë Celsius më e larta, ndërkohë që nesër do të jetë një ditë me diell dhe temperaturat do të shkojnë nga 8 gradë në orët e para të mëngjesit në 21 gradë Celsius gjatë orareve të mesditës. Shijojeni këtë ditë. Temperaturat po përmirësohen çdo ditë më shumë, po rriten, po shkojnë drejt një situate më të mirë, më të favorshme dhe më të dashur për pjesën më të madhe tonën. Nuk besoj që ka nga ata që në këtë stin do doni rreshje, përtej dashamirësisë që mund të kenë për këto kushtet e motit që janë të luhatshme dhe të pashëndrueshme, dhe pavarësisht faktit që po është që e mirë për disa sektor të kemi edhe rreshje shiu, por ende jo. Temperaturat janë ende stabil, janë ende brenda një zone kontrolli. Shkojmë tej nga Kuksi në qytetin e Radhës. Jemi në Peshkopi. Peshkopia edhe sot edhe nesër do të ketë diell dhe do të ketë një prezencë të vranësirave. Temperaturat shkojnë sot nga 4 gradë minimalja në 17 gradë Celsius më e larta dhe nesër nga 4 gradë në orët e para të mëngjesit gjatë orareve të mesditës, termometri do të regjistrojë për qytetin e Peshkopis temperaturën 20 gradë Celsius. Shkojmë tej nga Peshkopia në një tjetër qytet, ndalemi së bashku në
Qytetin e Shkodrës, Shkodra sot ka diell dhe re, temperaturat shkojnë nga 12 gradë, minimalja në 24 gradë Celsius më e larta, ndërkohë që nesër do të jemi përballë një dite që ndriçon nga dielli me temperaturat që shkojnë nga 11 gradë në orët e para të mëngjesit në 26 gradë Celsius përgjatë orareve të mesditës. Kjo është pra situata për qytetin e Shkodrës, përfundojmë të dhe kalojmë në përfundim të parashikimit motit për territorin e vendit në qytetin e Lezhës. Në Lezhë sot kemi diell me re, temperaturat shkojnë nga 11 gradë, minimalja në 22 gradë Celsius më e larta. Nesër kemi diell, do të largohen edhe ret e ditës së sotme, do të jemi përballë një situate më të favorshme, temperaturat mbeten gati konstante, me një rritje të lehtë prej 1 gradë Celsius në temperaturën maksimale ditën e shtunë. Por, jo situata tepër të ndryshueshme dhe me diferenca të mëdha nga njëra ditë në tjetrën. Diferenca më e madhe është fakti që do të jemi përballë një situate ku kushtet e motit do të jenë më të favorshme për të vetmen arsye se nuk do të ketë prezencë të reve. Deri më tani, nga çfarë arritëm të shihnim, dhe jo vetëm deri më tani, po jemi në përfundim të parashikimit të motit për vendin tonë, e pam që pjesa më e madhe e qyteteve do të jenë përballë një situate goxha të favorshme gjatë këtyre ditëve, kështu që vazhdoni me ato planet tuaja, bëjeni të plota edhe përpiquni të shijoni maksimalisht të dyja këto ditë, edhe të premten edhe të shtunën. Ka nga ata që fundjavën e nisin që prej ditës së sotme, kështu që nëse je një prej tyre, e ditë ç'të bësh. Ke të gjitha qytetet e Shqipërisë që janë mëse të lehta për të vizituar dhe mëse të favorshme për të vizituar gjatë kësaj fundjave. Merr kohë shkëputesh pak nga informacioni i vrullshëm, nga dita e cila ecën me ritme të shpejta, saqë ne ndonjëherë harrojmë që duhet të vazhdojmë edhe të punojmë më shumë për veten. Dhe kur them të punojmë më shumë për veten, e kam fjalën për të brendshmen tonë, kështu që merrni kohën tuaj për të pushuar edhe për të relaksuar, duke qenë se favorizoheni edhe nga kushtet e motit. Dhe tani, shkojmë me një tjetër informacion për ata që duan të lëvizin në rajon, ose duan të bëjnë ndonjë udhëtim të shkurtër në Milano, për shembull, ose në Bruksel, ku i dihet, mbase keni planet. Shohim se si do të jenë temperaturat dhe kushtet e motit. Sot në Shkup do të kemi kthjellime dhe vranësira, temperaturat shkojnë nga 4 gradë, minimalja në 21 gradë Celsius më e larta. Nesër, termometri regjistron orët e para të mëngjesit temperaturën 4 gradë Celsius dhe për gjatë orareve të mesditës temperaturën 23 gradë Celsius, ndërkohë që do të kemi diell dhe prezencë të reve. Shkojmë tej. Nga Shkupi në kryeqytetin e Kosovës, ndalemi në Prishtinë. Prishtina në të dyja ditët do të ketë diell dhe re, një prezencë disi më e lartë shfaqet ditën e sotme. Temperaturat shkojnë sot nga 3 gradë, minimalja në 17 gradë Celsius më e larta, ndërkohë që dita e nesërme do të mbërri për kryeqytetin e Kosovës me temperatura më të larta në raport me ditën e sotme. Konkretisht, ndryshon me 2 gradë temperatura minimale duke shkuar kështu në 5 gradë Celsius dhe ndryshon me 3 gradë temperatura maksimale duke shkuar në 20 gradë Celsius, me një tendencë për të rritur. Këto janë ndryshimet që pëson Prishtina, pozitive. Dhe shkojmë tej nga Prishtina në Milano. Shohim që Milano sot dhe nesër ndriçon fort nga dielli, do të ketë temperatura të cilat janë të mira, janë të qëndrueshme. Nesër rriten akoma edhe më shumë, për t'i përmendur konkretisht sot shkojnë nga 10 gradë minimalja në 25 gradë Celsius më e larta, dhe nesër nisim me 12 gradë në orët e para të mëngjesit dhe arrin sërish për gjatë orareve të mesditës 25 gradë Celsius. Diell totalisht, është një prej qyteteve ku jetojnë më shumë shqiptar, po është edhe një nga destinacionet të cilat mund ta vizitojmë fare thjesht përmes një bilete, duke qenë se biletat low cost janë ende në përdorim përtej gjithë zhurmës që është bërë për shkak të atij konflikti gjeopolitik i cili mund të shtyjë disa prej linjave ajrore që të anullojnë fluturimet apo të rrisin çmimet për shkak të mbulimit të kostove, ka nga ato që e kanë bërë, por, sidoqoftë, ende jemi tek një nga të destinacione që mund të vizitohet me pak para. Dhe patjetër, edhe kjo është një strategji organizimi në fund të ditës që mos shpenzosh shumë para. Por gjatë këtyre 2 ditëve, duket se situata është
perfekte. Dhe shkojmë nga Milano në Bruxelles. Bruxelli sot është me diell, me temperatura që shkojnë nga 5 gradë minimalja në 19 gradë Celsius më e larta. Ndërkohë që nesër do të kemi kthjellime dhe vranësira që do ta përfshin Bruxellin, temperaturat vijojnë mbeten pak a shumë të njëjta, 6 gradë minimalja dhe 19 gradë Celsius temperatura më e lartë. Kjo është pra situata për Bruxellin, e cili gjatë këtyre ditëve të fundit ka pasur realisht një situatë goxha të përmirësuar të kushteve meteorologjike. E kemi parë në ditë të ndryshme me diell, e kemi parë atëherë kur çdo qytet tjetër i përmendur ka qenë me rreshtje shiu, Bruxelli ka qenë i vetmi ku dielli ndriçonte, kështu që le të themi jemi përballë një situate të mirë të kushteve të motit, goxha të favorshme krahasuar gjithmonë me ditë të tjera. Dhe zhvendosemi nga Bruxelli në Paris tashmë. Parisi i bukur, i cili nuk e humbet magjinë në asnjë situatë motit, edhe kur është me shi është i bukur, edhe kur është me diell është i bukur, edhe kur është gri është patjetër shumë i bukur edhe shumë cinematik, shumë kinematografik nga ana tjetër si qytet, duke qenë se ruan këtë historinë e tij të ndërtuar kaq bukur me detajet e jetës së përditshme. Sot kemi diell dhe temperaturat shkojnë nga 8 gradë minimalja në 23 gradë Celsius më e larta. Nesër kthjellime dhe vranësira, temperaturat shkojnë nga 9 gradë në orët e para të mëngjesit në 23 gradë Celsius për gjatë orareve të mesditës. Kjo është situata për Parisin. Kush ka plan ta vizitojë le ta shijojë. Jemi në New York në përfundim të parashikimit të motit për sot dhe nesër. Dhe e shohim që do të jemi përballë kthjellimeve dhe vranësirave në të dyja ditët. Prezenca e tyre bëhet më e lartë ditën e nesërme. Ndërkohë që temperaturat po ashtu nesër bien, dhe për ta thënë këtë konkretisht, kemi sot temperaturat që shkojnë nga 12 gradë minimalja në 23 gradë Celsius më e larta, dhe nesër nga 8 gradë në orët e para të mëngjesit gjatë orareve të mesditës për New Yorkun do të regjistrohet temperatura 18 gradë Celsius. Kjo pra është situata edhe për këtë qytet. Kemi përfunduar kështu me parashikimin e motit për sot dhe nesër.